Dobit e limonit, si dhe për çfarë mund ta përdorni. Nëse e përdorni si trajtim homeopatike për dhimbjet e dhëmbit dhe për pastrimin e shtëpisë në mënyrë natyrale, limoni bën të gjitha. Së fundmi mund të lexohet edhe më shumë për përfitimet e tij. Në këtë video do të përmbledhim disa ide dhe të mira se si mund të përfitoni nga limoni. Atë mund ta përdorni si detoksifikues. Ju duhet gjysmë gote xhenxhefili ndarë në feta të holla, lëngu nga gjysma e limonit, 2 filxhan me ujë të vluar mjalt për t'i dhënë shije. Hidhni ujin e vluar mbi xhenxhefil dhe prisni 5 minuta, më pas shtoni lëngun e limonit dhe mjaltin. Pijeni dhe kështu do të merrni një detoksifikues shumë të mirë. Limoni mund të përdoret për të larguar aromat e rënda siç mund të jenë ato të furrës dhe të mikrovalës, si dhe aromat të frigoriferit. Atë mund ta përdorni edhe për larjen e rrobave, sidomos ato me ngjyrë të bardhë, për të rikthyer gështur shkëlqimin e dikurshëm.